Sezoni veror në Vlorë vazhdon edhe përgjatë tetorit, indikuar edhe nga temperaturat e larta, duke parë kushtet e favorshme atmosferike, shumë prej mjeteve turistike si kroqerat, po e fusin Vlorën si pjesë të destinacioneve të tyre. Përgjatë sezonit veror në qytet, disa kroqera, të mbërritura nga vende të ndryshme të botës, vizituan qytetin, por këta vizitorë të huaj nuk munguan as përgjatë shtatorit, por dhe tani në tetor, kur temperaturat favorizojnë lëvizjet. Këtë të martë në portin e Vlorës ka mbërritur kroqera Monet. Ajo është me flamur të San Vicentes dhe në bordin e saj ishin 43 turistë dhe 28 persona ekuipazh. Turistët në bordin e saj i përkasin komsive të ndryshme si britanik, gjerman, irlandez dhe ukrainas. Kjo kroqer ka qenë më parë edhe në portin e Sarandës, si dhe do të vizitojë më pas Durrësin. Ajo qëndron në Vlorë deri në orën 22 të mbrëmjes dhe më pas do të niset për Durrës, ndërsa të mërkurën pritet të mbyllë edhe udhëtimin, vizitën e saj për në Shqipëri, ku pjesë e turit kanë qenë edhe 3 ndër qytetet më turistike në rang vendi. Kroqera ka ardhur në Vlorë për arsye turistike, ku turistët kanë vizituar sitet arkeologjike dhe vendet më të bukura të Vlorës. Sitet të cilat këta turistë kanë vizituar janë Kalaja e Kaninës, Parku i Orikut, Sheshi i Flamurit, Lagjen e Vjetër Muradije e të tjerë. Pjesë e vizitës kanë qenë edhe muzet e qytetit, ku turistët e huaj njihen me një pjesë të historisë. Më pas, nuk kanë munguar as shëtitjet në Bregdet, kafe apo konsumi një dreke në vijën turistike, si pjesët më të vizituara dhe më të bukura të qytetit bregdetar. Sipas informacioneve, pritshmëritë janë që edhe në muajt në vijim të ketë ende kroqera që do ta përfshin Vlorën si pjesë të destinacioneve të tyre. Kroqere këto të cilat duke parë dëshirën e turistëve në bord për eksplorimin e vendeve të reja, por dhe kushtet atmosferike, si dhe infrastrukturën, e përzgjedhin Vlorën si një destinacion turistik për t'u vizituar.